Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për vdekjen e Shpat Kasapit, këngëtarit e njohur që ndroi jetë në Itali ditën e sotme sipas dhënave të para, ku ishte në një koncert në Bologna, por detajet më të fundit i ka gazetari Tiron Alili që do i ndaj me ne. Tiron, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit shumë, faleminderit edhe juve. Një humbje e madhe për gjithë, por sidomos për familjen. Humbje e madhe për të gjithë shqiptarët, por sidomos për ne shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, sepse ne fatkeqësisht artistët nuk i kemi në një numër të madh siç i keni ju. Do me thënë, ne i kemi aq pak nivelet e artistëve të Shpat Kasapit flas, saqë i kemi mbajtur si xhevair të çmuar. I kemi dashur, i kemi duar të rokitur dhe sot vdekja e Shpatit është tragjedi aq e madhe saqë edhe fjalët janë të pakta për t'i përshkruar. Por të lënat e para janë që ndroi jetë si pasojë një ataku kardiak. Për fat keq, më duket se edhe i Jati ti kështu ka ndruar jetë. Edhe vdekja e Tiatit është një vdekje natyrore, do me thënë edhe Shpati fatkeqësisht e trashëgoi fatin e babait të tij që ndroi jetë në moshë shumë të hershme. Në ngjarja ka ndodhur në koncert. Pra ishte përgatitur për koncert apo gjatë koncertit? Si janë të dhënat? Përflitet që Shpati ka qenë në Bologna të Italisë në një koncert, por pati reagim të menjëhershëm edhe nga bashkëshortja e Shpatit, zonja Selvia Jao, e cila do me thënë edha një verzion ndryshe të ngjarjes. Selvia thonte që Shpati ka vdekur në duart e saj, do me thënë ka ndruar jetë sepse vdekur është shumë fjalë e rëndë, ka ndruar jetë në duart e saj dhe ka udhëtuar drejt Italisë për t'i rregulluar dokumentat edhe për të birin Roelin, pasi do ta dërgonin atje në Lokopet për të bërë ndoshta ndonjë kurim që ne nuk e dim, domethënë nuk kemi një informacion për këtë dhe nuk mund të flas më konkretisht për këtë pjesën sepse ka qenë diçka shumë private e tyre. I bie që Shpati do me thënë ka qenë në një rrugtim të dyanshëm dhe ka qenë në koncert në Bologna, por dhe ka ikur për të gjetur ndoshta një mundësi për të jetuar atje dhe për të vendosur atje sipas raportit që ka, do me thënë ka postuar zonja Selvia Jao. Tani pritet procedurat dhe kthimi i trupit në Itali, në Tetov, ndoshta aty është vendlindja e tij. Aty besoj do prehet në banesën e fundit. Nuk ka një informacion të tillë. Tani Shpati ka lindur në Tetov, do me thënë Shpati është me origjinë Dibran, babai i Shpatit është nga Dibra, zonja Gjylymsere, nëna e Shpatit është nga Tetova, por vend banimi i tyre është në Shkup. Do me thënë nëna e Shpatit jeton në Shkup, është një profesoreshe e nderuar dhe besoj që varrimi i Shpatit do të bëhet në Shkup. Nuk ka informacione për pruarjen e trupit, do me thënë në Republikën e Maqedonisë së Veriut akoma, nuk ka dalë akoma as data e varimit se në çfarë dite do të bëhet varimi. Presim nga familjarët të ketë një lajm, do të thënë presim nga familjarët të ketë një reagim, nuk ka një reagim. Nga mundësia që ne kemi dashur të marrim informacione nga familjarët apo kemi dashur që marrim një lloj reagimi nga familjarët, nuk është bërë mundur sepse më beso, dhimbja është shumë e madhe për ne e imagjino se në çfarë gjendje janë familjarët e Shpat Kasapit. Reagimet kanë qenë të shumta, pra i bashkoi të gjithë kjo ngjarje, po ai ishte i dashur me gjithë. Nga ajo që vazhdimisht kemi dëgjuar, pra Shpati ishte njëri pozitiv. Dylber, Shpati nuk e kishte atë mendjemadhsinë të artistëve. Shpati kishte një famë të jashtëzakonshme, Shpati kishte kënduar këngë që kanë qenë hite në breza, që është e vështirë të shndrosh një këngë hite në breza. Shpati e kishte këtë yllin që këngët e tij dëgjoheshin nga breza të ndryshëm. Nëse do t'i kujtoj me nostalgji sot këngët valle kosovare, jam i bindur që nuk ka shqiptar që në dasmën e tij nuk e ka lishuar këtë këngë. Kënga Kush të ndau prej meje, Axhami, shumë hite të Shpatit të cilat këndoheshin në breza, por thjeshtësia e Shpatit, modestia e Shpatit ishte jashtëzakonisht e bukur. Ai nuk e quante veten, do me thënë ndonjë yll i madh, edhe pse kishte atë autoritet, realisht. Nuk ishte koklar, ishte shumë i thjeshtë. Shpati respektonte njerëzit e lagjes, Shpati respektonte shoqërinë e tij të vjetër, Shpati respektonte qytetarët e Shkupit. Do me thënë ishte një njeri modest si të gjithë njerëzit e tjerë në mundësinë kur atë e gjenin diku nëpër rrugë apo qoftë edhe në një kafe duke pirë kafen, ishte shumë i thjeshtë. Dhe unë e them gjithmonë që njerëzit e mirë nga kjo botë vërtet Zoti i merr shumë herët si rasti i Shpatit. Por reagime që e theti që parë dua të ndaloj
te kjo pjesa, kishte edhe nga artistë të ndryshëm, domethënë nga i gjithë komuniteti i muzikës, përfshirë edhe Ledion Liçon, Arbana Osmanin, Luizelin, Big Mama, Mikja më e ngushtë e Shpat Kasapit, e cila e konfirmoi që kanë edhe një këngë së bashku që do të del së shpejti, domethënë një këngë që është kënduar në xhirimet e Vitit të Ri live, një këngë që Shpati siç duket e kanë ndjerë që ndoshta do të ikën nga kjo botë, ka kënduar këngën e qytetit ku është rritur, Sej Zezon, një këngë tetove, së bashku me këngëtaren të mrekullueshme tetovare Big Mamën. Por ka qenë edhe konfirmuar që sot më zyrtarizohet, më thënë konfirmimi, që ëndra i mbeti Shpatit në mes, që Shpati do të ishte pjesë e Big Brother VIP Albania 5. Për këtë se kishte thashë theme. Dhe ndoshta siç duket nga reagimi që ka dhënë zonja Selvie Jao, do të thonë do të ishte një mundësi që Shpati do të kishte më shumë mundësi për të birin e tij, për Roelin, sepse nga marrëdhënia e tyre kuptojmë që gjithçka kanë bërë për djalin e tyre. Mbeten shumë ëndra në gjysmë, realisht në Maqedoni është ka kapluar një heshtje e madhe, ka kapluar një mërzitje e madhe, njerëzit në rrugë janë të gjithë të trishtuar, më beso po ta them me sinqeritetin më të madh, njerëzit në për rrugë qajnë, e përmendin Shpatin edhe qajnë, domethënë është një ditë tepër e trishtë, ashtu siç edhe koha sot që është me shi, është një kohë shumë e zymt, ma beso këtë gjë. Kujtimi i tij nuk do harrohet kurrë për atë që ka dhënë dhe do vazhdoj. Pra, këngët e tij do vazhdojnë këndohen në çdo dasmë, festë dhe gëzim, edhe me ngushëllimet për familjen Tiranë. Falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve për të gjithë angazhimin që keni edhe për ne që nuk na harroni kurrë. Faleminderit për atë dashurinë e madhe tuajën dhe sinqerisht në emër tim, por unë besoj që edhe familjarët edhe të gjithë shqiptarët e Maqedonisë u jemi mirënjohës.